meditim mbi një figurë dhe hijen e saj. Në arkitekturën e madhe të kohës, ka figura që ngrihen jo nga pesha e virtytit, por nga zbrazëtira që lën pas. Ato nuk janë kolona që mbajnë kupolën e qytetërimit, por hije të dendura që erësojnë dritaren për një çast, përpara se të treten në harresën e merituar. Këtu kemi një portret të tillë, një njeri që, sipas këtij rrëfimi, e ka ndërtuar gjithë qenien mbi mungesë. Mungesë origjinaliteti, mungesë kurajoje, mungesë ndonjë shkëndije që e dallon njeriu nga turma. Ai është përshkruar si produkt i një sistemi që e lartëson mediokritetin dhe e shpërblen bindjen e verbër. Në këtë pikë, ai nuk është një individ, por një simptom, një pasqyrë e një epoke ku funksioni zëvendëson njeriu dhe ku grada mbulohet mbi shpirt. Por, a nuk është kjo tragjedia e vërtetë e tij? Jo se vodhi apo gënjeu, por se në thelb ishte i pafuqishëm për të qenë diçka tjetër. Ai nuk zgjodhi të keqen. Ai zgjodhi të padenjen. Dhe në këtë zgjedhje, ai humbi veten shumë përpara se humbja e tij të bëhej publike. Si një aktor që luan një rol të shkruar nga diktatura, ai u bë aq i zellshëm në maskën e tij, sa maska i u ngjit në lëkurë, duke e lënë pa asnjë tipar origjinal. Vini re gjuhën e kritikës, sekretar partie, provincial ambicioz, kal që u bë kalorës. Këto janë alegori të një ngjitje shoqërore që nuk njeh merita, por vetëm shfrytëzim. Ai thon, e zuri vendin duke lënë peng virtytet themelore, burrërinë, besën, moralin. Por ç'është morali në një sistem që nuk e njeh atë? Ai ishte thjesht një peshk që notoi në ujin që ju dha. Uji ishte i ndotur, por ai nuk dinte tjetër. Dhe pastaj vjen momenti i parashikimit. Do ta kafshojnë hienat, do ta çukisin korbat. Ky nuk është vetëm një mallkim, por një ligj i natyrës njerëzore. Fuqia e jashtme, që nuk mbështetet në autoritetin e brendshëm, është e përkohshme. Ajo tërheq grabitqarët, por jo admiruesit, ajo ndërton kulla, por jo themele. Dhe kur këto kulla shemben, siç do të shemben gjithmonë, ato lën pas vetëm një pluhur që nuk pjell asgjë. Pyetja përfundimtare e këtij shkrimi, në cilin funeral duhet të marr pjesë më parë. Është një pyetje ekzistenciale për të gjithë ata që jetojnë vetëm për pushtet. Sepse, në fund, ai nuk ka vetëm një vdekje, por shumë. Partia e tij vdes kur ai tradhton idealet, nëse ekzistonin. Elektorati vdes kur humb besimin, dhe vetja vdes kur ai e sheh veten në pasqyrë dhe nuk njeh më asgjë përveç një kërme njerëzore. Në filozofi, ne mësojmë se vlera e një jete nuk matet me pasurinë apo zërin që ajo ka pasur, por me gjurmën që lën në ndërgjegjen kolektive. Dhe këtu, tragjedia më e madhe e kësaj figure nuk është se u dënua, por se gjurma e tij është një vrim, një kujtim për atë që nuk duhet të jemi. Ai është një monument i përmbysur përpara se të ngrihet, një paralajmërim i gdhendur në pluhur. Le të mos e urrejmë pra, por ta studiojmë si një mësim, sepse në rënojat e tij, ne shohim jo vetëm dështimin e një njeriu, por dështimin e një sistemi që e bëri të mundur lulëzimin e tij. Dhe në atë rrëzim, ndoshta mund të gjejmë farën për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme, një politik që nuk njeh zotërinj dhe kalorës, por vetëm qytetar të lirë. Epilog. Hija si pasqyrë e përjetshme. Nëse artikulli juaj na fton të shohim tragjedinë e një njeriu të zvogluar nga vetë sistemi që e lartësoi, epilogu im qëndron te pyetja e heshtur: a vdes vërtet ky lloj njeriu apo thjesht ndërron fytyrë? Figura e përshkruar nuk është një relike e një të kaluara totalitare, ajo është un arketipi i përhershëm i natyrës njerëzore kudo ku mungon integriteti. Kur sistemi ndryshon, ky kal që bëhet kalorës rrallë zhduket, ai thjesht përshtat shalën, mëson fjalorin e ri të kohës dhe gjen një portë të re nga ku mund të ngjitet. Tragjedia e vërtet nuk është vetëm se ai humbi shpirtin për një copë pushtet, por se shoqëria, në çdo ciklin e saj, vazhdon të prodhojë hapësirën ku këto hije mund të lulëzojnë. Prandaj, pyetja se në cilin funeral duhet të marrin pjesë bëhet akoma më e mpret. Funerali i një njeriu të tillë nuk do të ndodh kurrë plotësisht për sa kohë që ne vazhdojmë të ushqejmë mediokritetin cuduar tona. Mësimi nuk qëndron vetëm tek kuptimi i dështimit të tij, por tek guximi ynë për të mos lejuar më që hije të tilla të na errësojnë dritaren.